Mbi pesha është kthyer në një nga sfidat më të mëdha shëndetësore të kohës sonë. Nuk bëhet fjalë vetëm për pamjen e jashtme, por për ndikimin e saj të drejtë për drejtë në zemër, në frymarrje, në kocka dhe në të gjithë funksionimin e trupit tonë. Ka një moment kur për mungesë vullneti kryesisht asnjë dietë, aktivitet fizik apo trajtim tjetër nuk jep rezultat dhe ndërhyrja kirurgjikale bëhet e domosdoshme. Por cilat janë kriteret që duhet plotësohen për t'ju nënshtruar një operacioni të tillë? Cilat janë përfitimet dhe cilat janë rreziqet që duhet kemi ne parasysh? Pikërisht për këtë do të flasim sot në rubrikën Kujdes shëndetin. Për mënyrën se si këto ndërhyrje ndihmojnë në humbjen e peshës dhe sa të rëndësishme janë këto ndërhyrje për pacientët me diabet të tipi 2. Kemi fatin të kemi në studio një nga emrat që më të njohur në Turqi dhe Europë, me mbi 30.000 operacione në kirurgjinë e obezitetit dhe metabolike me pacient nga e gjithë bota. Specialitetet e tij gjithashtu janë operacionet korrigjuese në rastet kur ndërhyrja e parë nuk ka patur rezultat. Ai është pjesë e kolanës së mjekëve të Medicana Health Group, profesor doktor Bora Koç. Mirë se erdhe, doktor. Teşekkür ederiz. Gjithashtu, përshëndes drejtorin e klinikës Medicana në Tiranë, zonjën Alketa Braushaj. Mirë se erdhe, Alketa. Se u gjeta. Për çdo pyetje që keni, mund të na shkruani në Instagramin tim, poshtë fotos me doktorin. Doktor, kur një pacient duhet i nënshtrohet operacionit për heqjen e peshës? Tabii bu artık çok standartlara alınmış bir durum. Bir kişinin vücut kitle indeksi dediğimiz boy kilo oranının 40'ın üzerinde olması veya bunun 30'un üzerinde olup tansiyon ve şeker hastalığının olması bu hastanın obezite cerrahisine aday olduğunun en önemli kanıtıdır. Është standarde kur do të vendoset një pacient për të krijuar ndërhyrjen kirurgjikale, qoftë të dobësimit, qoftë të diabetit. Kur pacienti ka MBI-n 40, pra është mbi 40 kg mbi pesh, ose në rastet 30 kg mbi pesh, por bashkëshoqëruar me sëmundje, tension, diabet, probleme të zemrës. Kuptova. Si përcaktohet momenti se cili operacion duhet bërë për cilin lloj obeziteti? Bunun için birçok test yapıyoruz. Bu testlerde hem kan testleriyle hem de diğer konsültasyonları ve özellikle olarak endoskopisiyle midesine de bakarak hangi ameliyatın o hasta için daha uygun olduğuna karar veriyoruz. Pra, operacionet bariatrike ose metabolike që quhen janë disa. Për të marrë vendimin e duhur se cili operacion nga 7 operacionet parafërsisht që janë për ndërhyrjen e rënjes në peshë, duhet bëhet ekzaminimi detajuar duke filluar nga analizat, gastroendoskopia, vizitat total të mjekut anestezist dhe atëherë marrin vendimin cili operacion është i përshtatshëm për rastin në fjalë. Përveç humbjes së peshës, çfarë përfitimesh të tjera ka trupi ynë nga këto lloj operacionesh? Bir kere kilolu hastaların birçoğunda tansiyon ve şeker hastası bulunmakta. Ve özellikle diz eklem ağrıları kilolu hastaların en büyük sorunları. Atëherë problemet kryesore që kanë pacientët me mbi peshë janë tensioni, problemet e diabetit dhe problemet e artikulacioneve, pra dhimbje të gjunjëve nga mbi pesha. Ameliyattan hemen sonra tansiyon ve şeker tamamen ortadan kalkar. Diz ağrıları da zayıfladıkça düzelecektir. Atëherë, menjëherë pas operacionit, diabeti dhe tensioni patjetër bëjnë rënje të menjëhershme, kurse problemet e gjunjëve zgjidhen me kohën, pra pasi pesha e pacientit të zbresë dhe ajo bëhet graduale. Kuptova. Dhe sa kohë duhet që ta marrësh veten pas operacionit? Biz ameliyattan sonra hastaları 2 gece hastanemizde ağırlıyoruz. Çıktıktan sonra kendi bavullarını taşıyarak havalimanına dönüp ülkelerine seyahat edebilirler, evlerine gidebilirler ve normal hayata karışabilirler. Atëre, pacientët që nënshtrohen këtyre operacioneve zakonisht qëndrojnë 2 net në spital dhe më pas, unë mund ta shpreh në një formë figurative, ata janë të gatshëm, marrin valixhen e vet, e bëjnë gati, shkojnë vet në aeroport. Po për të ngrënë han, se unë aty e kam mendjen doktor.
Ameliyattan sonra yemek biraz az yiyorlar ama zaten canları istemiyor. Yemekler artık onlar için bir anlam ifade etmiyor. Çünkü hormonal olarak kendilerini tok hissediyorlar. Atëherë, nga ana hormonale, ata e ndjejnë veten të ngopur dhe sigurisht që duhet një dietë e vogël për një periudhë të vogël kohe, që duhet hajë disa ushqime të buta dhe më pas kthehet në normalitet, por sigurisht parimi i këtij operacioni është që vetë pacienti ndihet i ngopur. Ndërkohë, unë e di që ju keni bërë mrekullira dhe do doja regjia ju lutem më ndihmoni të shohim disa pamje ku është doktori me disa pamje para dhe pas. Shikoni pak. Shikoni pak sa ka qenë dhe si është. Ndërkohë, do doja të pyesë doktorin cili ka qenë pacienti me peshën më të madhe dhe çfarë ndodhi me jetën e tij. Evet. Aslında demin resmini gördüğümüz hastaydı. İlk resmini gördüğümüz hasta 310 kiloydu bu hasta. Pacienti ka qenë, siç e shikoni edhe në foto, 310 kg. Şu an 80 kilo. Aktualisht është 80 kg. Pra, po të bëjmë një matematikë të thjeshtë, i bie që ka rënë 230 kg pas operacionit. Po çfarë i bëri? Bu hastaya duodenal switch dediğimiz hem midesinin küçültmesi hem de bağırsaklarının baş kısmının iptal edildiği bir ameliyatımız var. Duodenal switch ameliyatı yaptık. Atëre, operacioni quhet duodenal switch, është një operacion i cili bën prerjen të pjesëshme të stomakut dhe le të themi në një farë mënyre korrigjimin e mënyrës së ushqyerit. Dhe rezultati ja ku është. Të e quajnë... Ja të shohim dhe ca foto tjera se... Wow! Po nuk e beson dot që është e njëjta. Nëse në futboll kemi Ronaldo, në fushat të tjera kemi XY persona, në kirurgjin bariatrike kemi profesor Borakoçin. Është tamam ylli i kirurgjisë bariatrike. Me plot kuptimin e fjalës. Sa rëndësishme është pjesa psikologjike e pacientit? Psikoloji tabii ki de önemli ama sanılanın aksine o kadar büyük bir yerde değil. Hastaların sadece %25-30'u aslında psikolojik yeme bozukluğu olanlar. Diğerlerinde işte tansiyonun, şekerin ve hareketsizliğin getirdiği durumlar var. Tabii psikolojik sorunlar da kontrol altına alınabilir. Aslında çok dikkat edilmesi gereken durumlar. Aty duket si mamaja me vajzën. Është i njëjti person, po? Është i njëjti person, zoti Erdit. E pa besueshme. Është i njëjti person, zoti Erdit, mund të ndiqni edhe profesorin në rrjetet sociale, ka me mira raste, të cilat i ka shprehur, siç e thatë edhe ju, 30.000 pacient ka operuar, ndërto vetëm me diabetin ka operuar 10.000 pacient, të cilët sot gëzojnë shëndet të plot. E keni në Instagramin tim e kanë bërë collab, kështu që mund të futeni me njerë në Instagramin e doktorit. Ndërkohë, doktor, flitet shumë herë për rreziqet për këtë lloj operacionesh. Cilat janë dhe a evitohen? Evet. Evet. Artık teknoloji çok gelişti. Bizler çok öğrendik. Çok fazla tecrübemiz var. Bizim tecrübelerimize uygun cihazlar geliştirdi. Artık bu ameliyatlar çok güvenli olabilirler. Normal bir hastanın bir safra kesesi ameliyatı olduğu risklerle bu hastalarda bu özellikle komplike ameliyatları olabilirler. Tecrübe ve ekipman, hastane seçimi burada çok önemli. Atëre, është shumë e rëndësishme që këto ndërhyrje, këto operacione të bëhen në kushte të një teknologjie të lartë. Pra duhet jetë salla operacionit në një nivel të lartë, pajisur me ndërhyrjet robotike, të cilat ndihmojnë jashtëmase përveç eksperiencës që pa diskutim zë një vend të veçantë, sallat e operacionit janë ndihmues për të ulur këto riskje. Pra, në çdo operacion ne kemi riskje, por sa më të kujdesshëm të jemi në teknologjinë e sallës operacionit, eksperiencës së profesorit, ulen më shumë riskjet. Unë këtu kam një pyetje që thot për operacionin e vizioni. Është shkruar mirë, kështu thuhet, operacion e vizioni, çfarë janë? I bëni ju, jeni ndër të rrallët që kryeni këtë lloj operacioni? Benim gönderdiğim hastaya. Aslında revizyon ameliyatı Alket Hanım da yakın zamanda 10 gün oldu herhalde bir hastasını ameliyat etti. İlk ameliyat başarısız olmuşsa, ameliyat seçimi yanlışsa, hasta olduğu ameliyata bağlı sorunlar yaşıyorsa, kilo veremiyorsa, geri kilo almışsa, diyabeti düzelmemişse ya da yediklerini kusuyorsa bu hastalara revizyon yaparak yani revize ederek farklı bir ameliyata aslında hastanın olması gereken ameliyata çevirip hayatını tamamen Atëre, unë do kurtarıyor. ta shpjegoj në këtë formë, pas fjalëve që thot profesori. Nëse një pacient
që në momentet fillestare nuk zgjidhet operacioni i duhur. Pra, në vend të zgjedhësh operacionin gastrit sliv, ti zgjedh operacionin e slivit, që sigurisht është më i kollajt. Në qoftë se pacienti nuk i bie niveli i diabetit, nuk bie nga pesha, nuk ka ulje të tensionit, ky quhet një operacion i dështuar. Por, kemi raste dhe kur post operacionit, si në rastin që përmendi profesori, pacientja kishte kaluar një operacion dhe problemet e saj ishin të vjellat që ishin pa pushim për disa vitesh, dhe detyrimisht në këto raste bëhet revizioni i operacionit. Ndaj duhet kemi shumë kujdes kur të zgjedhim ku do operohemi. Edhe pse mund të gjejmë operacionet e slivit me një kosto shumë të ulët, duhet kemi parasysh që kosto e ulët është e barazvlefshme me një nivel salle, eksperiencë profesori më të ulët. Dhe pastaj dalin këto problemet që ne na shfaqen për të rikryer përsëri operacionin. Ndërkohë, do të kalojmë pak tek ndërhyrjet kirurgjikale që bëhen për diabetin tip 2. Në cilat raste duhet ndërhyrë? Şimdi bu konuda halkın aynı ülkemizde Türkiye'de olduğu gibi belli bir bilgisi yok. Şimdi tip 2 diyabet hastalarının tedavisi cerrahidir. İlaçlarla ya da insülinlerle hasta tedavi olmaz. Sadece şikayetleri düzeltilir. Eğer vücut kitle indeksi 30'un üstünde olan tip 2 diyabet hastalarının ilaçla tedavisi yoktur. Bu hastalar ameliyatlarla tamamen diyabetlerinden kurtulurlar. Atëre, kemi grupin e pacientëve të diabetit tip 2. Duke qenë se qoftë në Turqi ku unë jetoj, qoftë edhe në vendet të ndryshme të Ballkanit, për zgjedhja e operacionit se në cilin moment duhet të operohet, është shumë kritik, zoti Ardit. Në qoftë se pesha e pacientit nuk është mbi 30 kg, pra ka mbi peshë 30 kg, atëre në këto raste nuk duhet të bëhet ndërhyrja e operacionit për diabetin typ 2. Nëse bëhet, diabeti mbahet nën kontroll 6 muaj, 1 vit dhe pastaj rishfaqet. Prandaj për zgjedhja e rasteve që duhen të intervenohen të diabetit tip 2 duhet shumë e kujdesshme. Dhe diabeti tip 2 trajtohet me insulin apo medikamentet. Pra nuk kurohet. Kurimi i diabetit tip 2 nëse mbi pesha është mbi 30 kg, është i vetmi mënyrë operacioni. Nuk ka zgjidhje tjetër. Do me thënë nga ajo që kuptova unë, edhe në qoftë se ti nuk je mbi peshë, nuk ka nevojë që ta bësh ndërhyrjen kur ke diyabet tip 2? Evet. Şimdi kilolu demek şu, vücut kitle indeksi, BMI 30'un altındakiler, bunlar zaten tip 1 hastadır. Artık Në pankreasın qoftë se indeksi trupor është i ulët, do të thotë klasifikohen pacient të diabetit tip 1. Evet, onlara ameliyat yapmıyoruz. Ato janë rastet kur ne nuk i operojmë. Ama BMI 30'un üstündekiler, Në qoftë se indeksi trupor është mbi 30, ose Pankreas mbi pesha të themi, pankreas rezervine bakıyoruz testlerle, kan testiyle në anlıyoruz. bazë të testeve që ne bëjmë në klinikën tonë, vrejmë që funksioni i pankreasit po bie minimalisht, ka mbetur shumë pak. Bunlar ameliyata adaydır ve diyabetlerinden tamamen kurtulurlar. Këto janë rastet që ne i përzgjedhim për operacionin e tipi 2 të diabeti dhe shpëtojmë përjetësisht nga diabeti. Sizin yine gelmeden önce yaptığımız hastanız, dün taburcu ettik kendisini. 500 kan şekeri, hastaneden taburcu olurken kan şekeri 90 ve hiçbir ilaç kullanmıyor. Pacienti ynë ishte që ka dalë dje nga spitali me 500 diabetin pas operacionit 90. Kjo është më mirë se sa kaq, nuk ka se si. Tani, pas operacionit, do me thënë, shërohet diabeti? Evet, diyabet tamamen ortadan kalkar. Uygun hastayı seçersek diyabet tamamen ortadan kalkar. Şöyle bir algı var. Në qoftë se zgjedh pacientin e duhur, pra me indeksin e mbi peshës mbi 30, pacient të diabetit tip 2, absolutisht diabeti nuk rikthehet më. BMI 30'un altındakilere dokunmuyoruz. Onları ameliyat edersek zaten tamamen ortadan kalkmıyor.
halkta yanlış bilgi ediniyor. Pra kjo është edhe, le të themi në një farë mënyre, informacioni i njerëzve, të cilët shprehin iden që u operua me diabetin tip 2 dhe nuk funksionoi. Në qoftë se ti bën zgjedhjen jo të duhur, pra indeksi trupor është 9-30, që mund të jetë 25-20, dhe ti e operon, sigurisht këtij pacienti do t'i rikthehet sërish diabeti. Në qoftë se ti zgjedh pacientin e duhur, pra me indeksin trupor mbi 30, absolutisht këtij pacienti nuk i kthehet më diabeti. Dhe duhet vazhdojnë ilaçet e diabetit më pas apo jo? Hayır, ameliyattan sonra bütün ilaçlar Në mënyrë absolute. Nëse përdorim ilaçe, atëherë s'kemi për gjë. Pas operacionit, të gjitha medikamentet hiqen. Dhe cilat janë rreziqet më të zakonshme pas ndërhyrjes për kirurgjin me diabetin e tipi 2? Artık şunu hastalar bilmesi lazım, risk yok. Normal, sanki apandis ameliyatı oluyormuş gibi geliyor. Çünkü robotik tekniklerle yapıyoruz biliyorsunuz. Atëre, le të themi përfitimet e pacientëve dhe rreziqet e pacientëve, patjetër që në një operacion rreziqet ekzistojnë. Por duke patur parasysh që ne qepjen nuk e bëjmë me dorë, por e bëjmë në mënyrë robotike. Kjo është përzgjedhja një salle të nivelit të lartë që të jep një rezultat të lartë dhe sigurisht eksperienca e mjekut. Ve artık her ay burada olacağız. Hastaları da burada göreceğiz. Hastalar da kendilerini güvende hissedebilirler burada. Atëre, pacienti, unë flas për pacientët shqiptarë, do jem çdo muaj këtu dhe do ta shohim që pacientët nuk do kenë risje, nuk do kenë probleme nëse përzgjedhja bëhet e rregullt. Kalojmë pak tek pyetjet nga Instagrami që sapo na kanë shkruar shikuesit. Të lutem pyete pak doktorit sepse kam bërë bypass bilopankreatik, kam qenë 196 kg, arrita 80 kg brenda një viti nga ndërhyrja. Tani jam 95 kg, kanë kaluar 13 vjet. Duhet të heq tëmthin dhe të korrigjoj një hernie, por më kanë thënë që organet ngjiten pasi bën ndërhyrje të tilla. A është e vërtet? Duhet të operojmë detyrimisht me çarje? Eğer gastrik bypass olduysa bu hasta, eğer safra kesesinde taş oluştuysa hiç beklemeden safra kesesi ameliyatı olması gerekir. Kanala düşerse tedavi edilemez bu ameliyat. Atëre, në qoftë se një pacient ka probleme me tëmthin, patjetër nuk ka asnjë kusht që ti operuar nga gastriti dhe të mos heqesh. Ajo që unë këshilloj në rastin në fjalë teleshikuesin është para nguri në rrugët bilare të hiqet, të eliminohet. Nuk ka një problem që mund të ndodhë për arsye se ti ke bërë këtë operacionin e parë dhe nuk bën dot këtë dytin. Është informacion i gabuar. Ndërkohë në një koment tjetër, thonë nuk është koment, por është një aprovim, thonë, kjo që thot doktori për diabetin janë të gjitha të sakta. Unë para interventit e kisha glicemin 500, pas ndërhyrjes më stabilizua dhe qëndron 90. Tensioni ishte 25, u stabilizua 12. Hepsi düzelir. Tamam. Të gjitha janë të sakta. Kjo për diabetin është e jashtëzakonshme. Shmrekulli Ardit, mendo ti nga ilaçet rutinë që mund të jesh me insulinë, mund të kesh insulinën ditore, insulinën e natës, mund të kesh medikamente orale, ti shpëton totalisht nga këto medikamente, nga mbipesha, nga tensioni, nga diabeti. A i rekomandon doktori përdorimin, e prisja këtë pyetje, Mounjaron apo Ozempicun për të humbur në peshë? Evet. Şimdi 30'un altında olan hastalarda zaten kullanıyoruz. Zaten biz de onları ameliyat etmiyoruz. Ama 30 vücut BMI'si 30'un üstündeki hastalarda etkin bir tedavi değil. Tedavi etmiyor. Sadece şekeri dengeliyor. 30 üstü beklemeden diyabeti varsa ameliyat olmak zorundadır. Atëre, pacientët zgjedhin të përdorin çfarë mendojnë ato dhe unë për këtë gjë nuk kam një shpjegim të saktë. Por, pacientë që janë me indeksin trupor mbi 30, pa diskutim unë këshilloj operacionin. Nëse janë me indeks më të ulët, është zgjidhja e tyre sipas mundësisë. Por, shtojmë që kemi dhe probleme të organeve me përdorimin e këtyre medikamenteve në standardet botërore, po të shikosh. Efektet anësore e di dhe unë që janë të tmerrshme, me që kam dëgjuar nga persona që kam përdorur. Të lutem pyete doktorin, për diabetin e tipit 1 në moshën 17, a ka mundësi të shërohet apo lehtësohet? Tip 1 diyabetin bir tedavisi yok. Orada sadece dışarıdan hastaların insülin alması gerekiyor. Për diabetin tip 1 nuk ka një trajtim, qoftë kirurgjikal apo diçka tjetër, është vetëm marrja e insulinës dhe medikamenteve. Përshëndetje Ardit, jam 125 kg, gjatësia 160 cm.
Me diabet të tipit 2, a mund të operohem? Beklemeden ameliyat olması lazım. Pa diskutim duhet të operohet. I largohet diabeti, bie dhe nga pesha, jeton dhe një jetë të Şimdi lumtur. hastalar geç kalırsa tip 1'e geçer, ameliyat şanslarını Ajo që unë dua të kaybediyorlar. theksoj, thot mjeku, nëse diabeti tip 2 që të nënkuptohet është funksioni i fundit i pankreasit. Nëse qëndrojmë shumë vite me diabet tip 2, pra pa e trajtuar, diabeti tip 2 kalon në tip 1 dhe në ato momente nuk ke kthim më mbrapa. Prandaj, kushdo që është me diabetin tip 2, të mundohet të gjejë zgjidhjen, të ul diabetin ose të trajtohet me kirurgjin diabetike. A është i këshillueshëm operacioni për një person me BMI 34? Eğer diyabeti varsa 34 BMI ameliyat olması gerekiyor zaten. Pra, ka kushte të tjera që në qoftë se indeksi trupor është mbi 30 dhe bashkëshoqëruar është diabeti, apo tensioni, është një kontingjent që mund të operohet. Por sigurisht duke u egzaminuar saktësisht. Diyabeti yoksa da deminki iğneleri kullanması lazım. Në qoftë se nuk është në nivelin e diabetit dhe të tensionit, patjetër që mund të përdor alternativa të tjera për të dobësuar. Cilat janë vlerat kur përdoret insulina? A shërohet diabeti, po metamorfina, bën dëm nëse pihet dhe përdoret insulina, ju lutem? Përdorimi i medikamenteve, qoftë insulinën, qoftë metforminës, pa diskutim është një kompetencë që i takon mjekut endokrinolog. Profesori është kirurg i kirurgjisë së diabetit, jo trajtues. Të gjithë më pyesin si të takojmë doktorin. Patjetër, doktorin do ta kemi nesër nga ora 9 deri në orën 3, vetëm nesër në klinikën Medicana tek rruga e Kosovarëve, nëse regjia më ndihmon me pamjet. Mirëpresim të gjithë ata pacient të cilët janë me indeksin trupor të lartë, mbi 40 normal dhe nëse janë diabetik mbi 30. Pra, pacientët të sqarojmë diçka, zoti Ardic, profesori nuk merret me trajtimin e medikamenteve të diabetit, merret vetëm me kirurgjinë e diabetit dhe kirurgjinë e mbipeshës. Të gjithë pacientët që janë diabetit në tipin 2 janë të mirëpritur nesër për të marrë një opinion, një mendim, një konsult nga profesori. Si do ndihmoni ju për trajtimin e këtyre pacientëve me diabet 2, Medicana? Medicana patjetër do ndihmoj për pacientët me diabetin tipin 2, duke i sugjeruar profesorit të bëj vizitën, analizat e nevojshme, ekzaminimet e nevojshme, që siç e dim në Medicana në Tiranë, laboratori është i teknologjisë së fundit, pra të gjitha pajisjet që ne kemi në klinikën e Tiranës janë, le të themi, aparatura më inovative për laboratorin. Kryeni ekzaminimet, bëni vizitën me profesorin dhe merrni opinionin më të mirë të mundshëm. Dhe sa kohë duhet një pacienti që nga momenti që vjen tek ju, tek Medicana, bëhet lidhje me profesorin, shkon, e bën, kthehet, sa zgjat? Atëherë, të gjithë këtë gjën në mënyrën më profesionale ekipi i Medicanës së Tiranës dhe Turqisë e organizojnë në formë prefekte. Vetmja problem që kemi, profesorin e kemi goxha të zënë dhe për këtë gjë na duhet paktën një javë, 10 ditë përpara të marrim një orar për operacionin që do të kryhet në Turqi. Pacienti sa po të vres në aeroportin e Turqisë merret nga shoferët tanë, dërgohet në spital, kirurgu, që në rastin në fjalë profesor Borakoç, endokrinologu bëhen vizitat me psikologun, nëse është e nevojshme vizita me kardiologun, mblidhen të gjithë bashk, marrin vendimin së pari cili lloj operacioni i takon këtij pacientit, më pas kryhet operacioni, bashkangjitur në dhomat e spitalit siç e shikoni, keni vend edhe për një shoqërues i cili do të qëndrojë me ju në të njëjtin ambient nëse keni dëshirë, dhe kthimi po prap deri në aeroportin e Turqisë kryhet nga specialistët tanë. Cilat janë ofertat? Se erdhëm në fund. Këto kemi oferta pa fund, Ardit. Pavarësisht se profesori merret me gastric sleeve, ne jemi në muajin tetor dhe pa diskutim klinika Medicana jep ofertën pacemaker tumoral vetëm 60.000 lekë të vjetra. Kemi ca në gjirit bashkë me Ekon prap me ofertë dhe ajo që ne kemi nxjerr për muajin nëntor do të jetë nëse ti kryen një paketë ekzaminuese, qoftë për paketa të ndryshme, kardiologjin, ke falas një paket tjetër. Pra, ti paguan një,
dhe Merr një dy. falas Paguar ta një jep- tjetër, merr një tjetër. merr një tjetër. Fantastike. Kjo është mrekulli. PET skaneri pa diskutim do t'jetë udhëtari ynë 750 euro, duke përfshirë transportin nga aeroporti i Turqisë, konsultën me mjekun onkolog ose hematolog, ekzaminimin me PET skaner, përkthyesin që është i përfshirë dhe një natë fjetje. Pra, me 750 euro ty I bën të gjitha. I bën të gjitha. Faleminderit e dashur. Faleminderit ju. Faleminderit doktor, ajo që unë di është që në Turqi duen 6 muaj për të prenotuar një takim me doktorin, ndërsa ju e bë keni të mundur për 2 javë, keni hapur në një spacio për shqiptar. Pa tjetër, kemi preferencën tonë që për 10 ditë profesori na siguron një vend. Te shikërler, doktor. Faleminderit Artit për telefonin që më dhe, edhe pse jam me smur, mu po goxha mirë zëri. Të bëftë mirë, kuro, ndërsa ne tjerët kemi punë me doktorin. Publicitet.